foton e parë që ka ardhur në Xing, Pikale, bëj më thonjë me tipsa. 1000 lek, me gjel 800 lek. Manikyr, pedikyr 800 lek. Që është ky gjeli mi? Nuk e di, mos ndoshta është ndonjë modë re. Si mund t'i ky thoj me gjel? Moda e fundit, Ne e bëj modën si duam. Por, aje e bëj me gjel, ti bëj me pull. Për këtë pullën si përthojt. Të do të vesh si përthojt, do të mbash këshu. Nëse, ku i bën thonjë ti Mirashel? Ku i bën? Ke venere. Te venere bajkushmi, Bajami. Se ta futa me pull kokës. Nëse, ndikim foton tjetër, i pritet koka ati që vjen pa detyra. Dhe kjo është rasti kur mësueset janë pjesëtarë dhe i sisit. Jo, po do të mos i bëj detyrat. Tashi që e mendoj, po si kur kjo mësusja të ke qënë mësusja Alipashte Pelenës, edhe a i ka ik pa detyra, prandaj dhe ja kam prerë kokën. Ma që nuk këtë vajzë, vazhdimisht po përmirësohet. Po si kur ti mos flasësh deri në fund të emisionit. Kalim këtë foto tjetër. Sa bukur. Ja si merret gruaja. E shikon? E merë gruan me të mirë kë, që të hedhi plerat. I le një lule të qesja, edhe kur janë më shumë qese, bashkëshorti i le një buqet me lule. Sa romantik që jere, ma në basa ajo lulja është duke hedhë qese në plera. Për herë të parë një të tënde, këtë drejtë. Do me thënë, këtë drejtë që mos flasësh më kur. Kalim këtë foto tjetër. Sa karoj. Nuk thash mi. Nuk thash mi, gosë. Okej. Shitja e suvenireve tregon shumë për një vend. Tregon që ka kulturë, ka histori, ka një të shkuar dhe një të tashme të pasur. Po kur shet macen për suvenir, tregon që vendi ka shkuar për lesh. Okej, e di që maca ishte thjesht për qef aty, për shaka, po fakti që ju nuk e kuptuat të shakan time, tregon që vendi ka shkuar për lesh. Kalim këtë foto tjetër. E shikon të foto. Ua, po ky ma. Ky është inspektor Gadget, i cili po bën qishin në plazhin e Dushtit. Mos ka marrë dhe çadër të ndrojë. E dielli. Po, foto tjetër. Se reflekton. Foto tjetër. Është kënaqur aq shumë nga dajat, sa i kanë lënë dajat aq shumë mbresa, sa ka bërë edhe tatuazh që ti ketë për jetë dajat me vete. Sa bukur. Ndikim një video. Kjo video, më ktheu rreth 11 vite pas, atëherë kur tek Portokallia bëra batutën legjendare të Dash Nordikos për bicikletën. Ku e ke bicikletën? Po vjen mrapa më kom. Nëse ti Rachel këtë drejtë qeshës, se ti atëherë ke qenë vogël, atëherë ti kishe arritur te gërma D. Ky ishte Xing Pikale!